Shumë mesazhe edhe shumë komente edhe dje pas statusit për 3 qëndrimet e mia. Një gjë duhet t'ja u them, e ta përsëris. Unë kam qenë socialist, jam socialist, dhe do të mbetem socialist. Kjo nuk do të thotë që kam mbyllur syt, kam mbyllur gojen dhe thjesht kam ngritur dorë. Jo, nuk e bëj dot këtë. Kështu që po kaloj tek e dyta gjë, reagim kush janë shumë agjendat, kush janë agjendat primitive dhe agjendat e rrezikshme. Po mundohem që sot, nesër, në vijim, t'ju kthej përgjigje një për një. Po, e para është agjenda politike. Tani, agjenda politike është evidente, është shumë e qartë, nuk ka lidhje me politikat, po është agjendë e mirëfillt politike. Jo vetëm për shkak të asaj që tashmë është e dukshëm prezencën e partive politike në protestë, madje prezencën e partive politike në krye të protestës. Afërmend që kandidatët për deputet të partive të vogla, të cilët as i njohu kush në fushat elektorale, as i dëgjoj kush, as i votoj kush në fund fare, janë mua aty dhe tani flasin si organizator të protestës. Mirën e pash dje, fjala bie në Top Channel, në edicionin e lajmeve. Po çon si ka. Jo për këtë, po për shkak të kërkesave të qarta politike. Tani të vim këtu, ajo që dëgjova unë është dorëheqje e kryeministit, dorëheqje e qeverisë, por jo vetëm kaq, po edhe rrëzim të majorancave legjitime të krijuara me votë. Pra, delegjitimim i procesit zgjedhor, delegjitimim i një procesi zgjedhor të njohur botërisht e të certifikuar edhe si të tillë, me probleme afërmendsh, por të njohur. Delegjitimim që pastaj do të vijoj seri për çdo palëzjedhje. Kjo historia që ti do japësh dorëheqje, ti nuk ke më majorancë, sepse njerëzit janë në shesh. Pra, ti ikën dhe sheshi zgjedh 101 vetë, 101 njerëz përfaqësues të sheshit, që zgjedhin ministra të një qeverie që duhet të jetë teknike, që në harkun e një viti nuk duhet bëj asgjë, sipas tyre, por që duhet ta votoj unë në parlament, edhe pse i delegjitimuar nga sheshi, jo nga ligji, jo nga kushtetuta, as nga ndonjë proces tjetër zgjedhor, pra duhet ta votoj unë, nuk ecën. Nuk ecën. Sepse do të përsëritet e do të përsëritet dhe vendi do të kaloj jo vetëm në cënim të stabilitetit, po mbi të gjitha në kaos. Dhe mos harroni, ky vendi është duke negociuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur kapitujt e antarësimit, ku i pari është kapitulli i themelorëve, ku hyn brenda gjithçka që po kërkohet të delegjitimohet përmes asaj skemës sheshi 101 që bëjnë qeveri, që një vit bën asgjë dhe në fund fare shkojnë në zgjedhje të reja, të cilat mund të kontestohen po prapë. Shikoni, ne kemi probleme edhe me zgjedhjet, edhe me demokracinë. Ne kam vënë dukje partnerët me cilët po negociojnë. Por natyrisht, kjo përmbysje totale, jo e sistemit, po e rregullave demokratike në këtë vend, patjetër që sjell kaos. Kjo është një agjendë, jo vetëm primitive, po edhe e rrezikshme.